Çështja e emërtimit të rrugëve në Tetov nuk ka lëvizur nga pika zero, përderisa kreu i komisionit Albi Qamili thotë se po punohet në drejtim të pastrimit të propozimeve dhe kalimit tek emrat final. Këshilltarët e Palës Maqedonase këmbëngulin në emërtimin e vetëm atyre rrugëve që nuk kanë as numër e as emër, ndërsa jo edhe ndërimjet e emrave ekzistues të disa rrugëve. Si përfundim beti që edhe një herë të shqyrtohet lista përfundimtare e propozimeve dhe në mbledhjen e radhës të sjellim një vendim që ajo që pas rishqyrtimit, ajo që do të ketë lista përfundimtare, nga ajo të vazhdohet edhe procedura e mëtejme. Se prioriteti ynë është që njëherë të emrohen rrugët pa emra, rrugët me numra, pastaj të diskutohen edhe rrugët e ekzistuese, por është një proces i gjatë, i ndërlikuar. Nije që pregovarame za tije ulici što nema time i za tije ulici so broj. I tije ulici so broj që i prašame građanite da li saka da se smenat tije ulici ili ne saka da se smenat. A za postojnite ulici nema na pregovaranje. Ndryshe nga VMRO, këshilltari i LSDM-s këmbëngul se para zgjidhjes së çështjes së emrave të rrugëve, Tetovës i duhen projekte të tjera konkrete. Дека ќе биде против промената на имињата на улиците, затоа што Тетово има толку многу проблеми, Тетово има многу нерешени проблеми, Тетово има основни проблеми кои што треба се решат за подобрување на животот на граѓаните на тетовчани. Така да сметам дека ќе стоиме за секој став остро по ова прашање и по предлози за промена на имињата на улиците во Тетово. Затоа што сметаме дека позади ова се крие да поминат други работи во општината кои што треба да се решат и за да се актуализира ова прашање. Përderisa këshilltarët shqiptarë Maqedonas po përplasen mes veti, një pjesë e madhe e rrugëve në Tetov vazhdojnë të mbajnë emrat e kohës së komunizmit, emrat e luftëtarëve rus e të tjerë. Në Tetov janë gjithsej 265 rrugë, prej të cilave 111 janë me emra, 113 me numra dhe 41 nuk kanë as pak emërtim.